kuptuar cili është roli i Partisë Socialiste. Ka rol Partia Socialiste. Do t'ju pyes qartësisht, do keni prezent ju, Patjetër, do të marrë fjalë kryeministi, do ta kuptojmë se është përfshirja e PD-s të këtë manifestacion. Ai është një organizim cilin e bën organizata veteranëve të luftës çlirimtare në Kosovë, ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është një organizim që vjen pas atij që ndodhi në Prishtinë, pas atij që ndodhi në Hag, dhe është krejt normale që e treta dhe e vërteta tjetë në kryeqendrën e shqiptarëve në Tiranë. Organizatat e veteranëve të UÇK-s, me të cilët unë jam takuar dhe sot do kërkoja mirëkuptimin tuaj që të gjitha organizimet që po bëhen dhe 1000 herë faleminderit gjitha mediave që janë lejuar ta transmetojnë spotin, edhe ju gazetarëve pa përjashtim që i keni dhënë hapësirë, dashur qytetarë Tiranës e gjithë Shqipërisë, ne shqiptarët na karakterizon atë dashuria dhe na karakterizon dhe solidariteti, bashkimi bën fuqi, thoshte Skënderbeu, të jemi të gjithë së bashku ditën e premte ora 17 në sheshin Skënderbej. Për të dërguar një mesazh solidariteti ndaj 4 komandantëve të UÇK-s, por dhe gjaku të derdhur nga gjithë ushtarët e UÇK-s të rënë në frontin e betejës për çliриmin e Kosovës.